Ironia, unë fakt, edhe kur njoftova për ftesën në emisionin tuaj të nderuar, mu kujtua gjithë të ditë që sa ishte Erion Veliaj në kryet Bashkisë Tiranë, fizikisht, se tani ai është prap ligjërisht, ne na përmbytej Tirana çdo 2-3 muaj. Ndërkohë që iku në Durrës, e qoj zoti tani u përmbyt. Ska rënde më pak shik. Atëhere, u përmbyt edhe Durrësi bashkë me Burgun, ku është dhe Erion Veliaj. Kjo për shaka. Erioni lartë kështë dalë? Ndërkohë, unë, si që përmëndi dhe zonja Lala, një informacion tillë. Unë e vlerësoj shumë atë nisjen kryesisht të hetimeve nga prokuroria e Durrësit, po unë këtu dua të dalë. Meqense unë jam edhe një nga personat... Mos vetëm kryesisht kjo, apo? Kryesisht nuk kupton niset me iniciativën e prokurorit. Nuk ka kallëzim penal, është njësoj, do me të në vlerën juridike e ka njësoj. Ndërkohë, me 1 prill të 2025-ës, pra për pak mbushen 10 muaj, unë kam bërë një kallëzim penal në SPAK, me të akuzuar Belinda Balluku, Ceno Klosi, vllai i Ceno Klosit. Çfarë kam bërë këta? Ja, ta them pak më poshtë. Spartak Kovaci. Se të satën e keti si kallëzim njërë. Te numri që keti i përgjithshëm. Po, brënda 2025-ës u bën 90. I bere 90. Po, 90, e mbusha. Mos. Po 90 ata ku do kenë ko, atyre mbaron mandati. Po, do t'i ndihmojmë pak. Do t'i ndihmojmë pak. Dhe, nëse dëgjuat sot tek protesta në Durrës, që në fakt duhet ishte edhe më e madhe dhe më agresive, për mënyrën se si po grabiten, për mënyrën se si po i shkatrohet gjithë investimi jetës, dhe pasaj kur del një ministër, si që ishte rasti, apo një kryeministër dhe më keq, që tallen me këtë fatkeqësi, sepse është njerëzore, më thuash, është fatkeqësi natyrore. Jo, vëngë ka, do t'i them pak më poshtë, unë ka dhe ai ato kusuret e veta. Thash, po bën detyrë, nëse se bën dhe t'japi dorëheqjen dhe ta bëj kushdo. Ndërkohë që aty... Që është e jashtëzakonshme. Atëre, është momenti i jashtëzakonshëm se... Ato duhet ta shpallin, sepse duke e shpall gjendjen... Ministri nuk është ministri shiut edhe... Jo, pro, dakord, ne nuk parandalojmë dot shiut. Qartë. Atëre, një qeveri lokale dhe vendore... Unë jam okej me ty me gjitha gjërat sua, por duhet të jemi koshient dhe për faktin, jemi në një situatë... Po nuk është marrë pra ja e... Jo e vogël e Evropit është duke u përmbytur. Dakord, e diskutoj, jo po marrin masa ato. Ato e ulin në minimum. Pikërisht, pra, ne s'marrim masa. Ky është problemi. Tani, çfarë kam kallëzuar unë me 1 prill të 2025-ës? Aty u përmend disa herë. Çojnë dot në 2 prill se po e ke çuar në 1 prill. Po, kështu që lloj tani nuk e di pse më ishte më vërtet koincident. Kjo e ka çuar dot në 1 prill. Është shumë e rëndësishme të theksoj faktin që në protestën e sotme në Durrës, disa qytetarë, si duket janë informuar, përmendin një emër, një Spartak Kovaci, nëse e keni dëgjuar dhe ju. Ky ka qenë drejtori i ujësjellësit të Durrësit, ujësjell kanalizim e Durrës, dhe ndërkohë është një shumë të përgjithshme se popullata nuk ban mend detaje. Ndërkohë, babai i Spartak Kovacit, nëpërmjet shoqërisë tij dhe nëpërmjet lidhjeve me vllain e Ceno Klosit, pra unë e kam quajtur këtë kallëzim 5B-ja, se është skema 5B e Belinda Ballukut, përveç se kanë përfituar një vlerë shumë të madhe të vlerës e hidrovorit, që sot nuk është në punë, përveç se ka patur një spostim të hidrovorit nga porti në Porto Romano... Pra ti e ke bërë këtë kallëzim. Prit, dhe vlera që unë kam konstatuar me fakte dhe me prova, është minimalisht 26 milion euro. Pra nuk përfshihet vetëm vlera 19 milion euro, po edhe problematikat të tjera, duke filluar që nga problematikat e ujësjellës kanalizimeve që ne sapo e përmendëm. Ndërkohë, nga 1 prilli deri sot që flasim, nga ana SPAK-ut, përveç se është regjistruar si kallëzim penal pa emër, nuk është bërë asnjë veprim konkret dhe vim në rastin kur prokuroria e Durrësit, pas faktit të ndodhur, hap një hetim kryesisht për të njëjtat gjëra që SPAK-u prej 10 muajsh duhet hetonte. Ky është shqetësimi që unë kam, sepse përveç se ti nuk avancon me hetime, pra për të parandaluar agravimin e veprës penale, ti nuk
parandalon dhe hemorragjin financiare që ka buxheti i shtetit në raport me këtë. Dhe për të shkuar pasaj ke pasoja ekstreme që ne po e shikojmë gjithë të ditë, jemi që me mira banesa ndodhen të dëmtuara, disa në gjendje të pa rikuperueshme, dhe për cilat në fakt, për këtë duhet shpallet gjendja jashtëzakonshme, sepse me ligj, vetëm në këtë rast, banorët mund të dëmshpërblehen dhe unë mendoj që duhet shkuar deri në fund fakt. Asnjë qeveri, zonja Kalaja, nuk e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Shumë gabim kanë bërë, shumë gabim. Unë nuk jam këtu për të... Unë nuk jam... Dëgjoj. Nuk po të bëj për Jo, të mbaj, ato thash, prandaj, të mbajnë për gjithë, dhe shumë gabim kanë bërë. Shumë gabim ka bërë. Të vënd se mbaj mend për mbytyjet në kohën e Zotit Berisha në Shkodër që ishte një masakër e vërtet, nuk është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Dhe që thonte Edi Rama nuk është përgjegjësi e natyrës, po është e njeriu. Po sigurisht dhe sot është në anën e kundërt, pra gjitha qeveritë se dëgjoj, duhet bien dakord në një pikë. Historia e përmbytjes nuk është një histori e ditëve të fundit. Së pari ka të bëjë me ndërtimet skandaloze që janë bërë pa leje, me betonizimin. Ka të bëjë me mënyrën se si ne e kemi trajtuar natyrën. Dëgjoj, unë sot jam kthyer nga një fshat shumë i largët i veriut. Pjesa dërmuese e banesave e tjerë rrezikonin të shembeshin nga rëshitja e verave. Dhe njëri nga drejtuesit e emergjencave civile më tha, unë kam në buxhet vetëm 54 milion lekë të vjetra. Çfarë mund të bëj unë me këtë? Pra e gjitha kjo është efekt zinxhir. Që nga betonizimi, mënyra si jemi sjell me natyrën, fakti që kemi lënë plerat në rrugë, sepse inceneratorët nuk kanë funksionuar dhe u vodhën miliona euro. Fakti që pra janë të gjithë kompleksitet. Por lidhje me gjendjen e emergjencës, patjetër që unë dua që të shpallet gjendja e emergjencës, si njëri që dua të jem tek qytetarët, por ama asnjë qeveri nuk ka pranuar ta bëjë gjë. Shumë gabim është. Nuk ka pranuar ta bëjë gjë. Unë desha të dal. Pra sot opozita e KOSP dhe e mbarova me këtë fjali, thotë që të shpallet gjendja e emergjencës, ndërkohë që dje po kjo opozitë ishte në pushtet dhe nuk e ka shpallur. Pra janë sjell të gjithë ku kanë pasur pushtetin, janë sjell tamam si barbar me qytetarët. Dhe edhe një problem tjetër. Njëta gjë 35 vjet. Po pra po, këtu po them. Edhe një problem, këtu keni të... Por këtu është investuar pra janë vjetës të hidrovori është një aferë korrupsioni e pastër. Rakipi, Durrësi, sot që flasim ne, përveç përmbytjeve, vazhdon të ketë në kurriz dhe atë problemin që tha i nderuari Dervishi për tërmetin, pasojat atyre njerëzve që janë dëmtuar pallatet nga tërmeti, edhe sot e kësaj dite nuk i ka zgjidhur Bashkia e Durrësit. Ndërkohë, përveç problematikash që ngriti zonja Lala, që unë bie dakord me të gjitha, ka dhe një, mendoj unë, që ka dhe një problematik tjetër, edhe reforma territoriale ka problemin e vetë, sepse duke u shuar të gjitha këto komunat që ishin në çdo fshat apo në çdo zonë rurale, duke qenë edhe më afër banorëve të qendrave të tyre, kishin edhe mundësi, jo vetëm për të evidentuar problematikën, por për të evidentuar edhe vlerën e dëmit për secilin prej tyre. Prandaj dhe unë e nisa dhe ta përfundoj këtu, që kodi penal ka edhe një përcaktim të sakt në lidhje me vlerën e dëmit të shkaktuar, pra kjo lidhet me përgjegjësinë penale, por ne duhet shkojmë dhe në ato përcaktimin ligjor, që vlerën e dëmit të shkaktuar qytetarëve të ndryshëm, në fund të fundit duhet ta paguajnë ata zyrtarë të cilët nesër do dalin të fajshëm. Për gjithë të histori, dikush për shpërdorimin e detyrës, dikush për vjedhjen dhe grabitjen e fondeve publike, dikush për investime të cilat sot nuk ekzistojnë, siç është rasti i inceneratorit, apo investime pa një raport fizibiliteti, siç është rasti i hidrovorit. Meqense 10 muaj, Spaku nuk ka pas mundësi për ta hetuar këtë çështje. Atëherë sot, që nga momenti që filluan problematikat në Durrës, edhe deri momenti që po flasim, prokurori i Spakut, është prokurore në fakt, ka të gjithë legitimitetin dhe detyrimin për të shkuar në Durrës, të gjithë provat materiale janë atje, dhe nga ana tjetër unë e ftoj prokuroren, sepse jo më parë se 3 ditë, ajo ka marrë dhe një post të rëndësishëm në Spak, është bërë drejtuese e seksionit kundra korrupsionit. Kështu që zonja Bejko, me këtë rast, meqense ka dhe dosjen që unë sapo citova, ka dhe mundësin, që është bërë dhe në krye të strukturës antikorrupsion, të shkojë në qytetin e Durrësit,
si që ka bërë prokuroria e Durrësit që ka nisur hetimet kryesisht, dhe të shikoj sepse qartazi unë jam me zotin Tela, këtu jemi përbara një korrupsioni galopant. Ka dhe një problem tjetër i drovori atje të porti i Kastratit, që je merë lumin dhe mbush portin. Kupton se... është ndërtuar keq, është projektuar keq. Si bëjnë këto punë, më burë. Pra porti aty qahen që porti është i cekët, kupton? Tani lumi meret nga kneta e Durrësit të hidhet në port. E kuptoni tani? është një lloj si ajo. Njerëzit atje thonë po na kthehet naftë në shtëpi mo. Po tërheqin ujë dhe na kthehet naftë. Po, është vërtet. Ishte bërë njëri një video sot shumë bukur në Durrës, më fal. Në lidhje me këtë gjë. Ishte bërë njëri një video shumë të bukur në Durrës, se kishte ndjekur. Dhe thoshte, kjo pompa thoshte ka 24 orë që punon në një puset, por nivelin puset nuk bie, thot. Dhe e ndjekim, e ndiqte tubin e pompës dhe dirte një kanal. Kanali ishte lidhur me të njëjtin puset. Pra, uji e kupton është miti si Në rajonet e tjera tani çfarë gjendje është kjo? Me atë gurin ku rris që ngre malin, shkon majt mali dhe rrugulliset guri poshtë.